حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi I takon Allahu Dhul Gjelal, I cili na ka bë prej dinit Islam, I cili vetëm është I pranuar te Allahu Dhul Gjelal, pasi që Allahu Dhul Gjelal në Kur'an e ka përmend dhe ka thonë inna ad-dina inda Allahil Islam, feja e pranuar te Allahu Dhul Gjelal është feja islame apo feja e nënshtrimit ndaj Allahut Dhul Gjelal. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tina, mbi shokët e tina dhe mbi gjithë ata të cilët kanë dëshmuar se Allahu është një dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është I dërguari I tina. Lusë Allahu Dhul Gjelal me qenë ne prej atyre që kena dëshmuar me fjalën la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah. Vëllezër të nderuar, thot Allahu Dhul Gjelal në Kur'an: Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Kjo ajet I madh shumë, për të cilën ajet ka nevojë jo vetëm muslimanët, po njerëzia në përgjithësi, se kur respektohet kjo ajet, punët e dunjës ecin përpara, e kur lihet mbas shpinës kjo ajet, shumë kriza dhe shumë probleme bëhen sipërfaqen e tokës. Allahu Dhul Gjelal në Kur'anin ton të madh njerëzijës ju drejtohet me dy shprehje. Shprehja e parë është ja ayyuhan nas, ku I thot o ju njerëz, ndërsa shprehja e dytë është pak më e veçantë, ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët I keni zonë besë Allahu Dhul Gjelal. E këtu Allahu po I fol njerëzijës, pasi që na e përmendëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka ardhur veç për muslimanët, por Muhamedi ka ardhur kafatan lil alamin, për krejt njerëzien në përgjithësi. Edhe të gjithë njerëzit të cilët vinë mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë umeti I tina, vetëm se dallimi është se a kanë me zonë besë ata apo nuk kanë me zonë besë. E Allahu Dhul Gjelal për ju drejtohet njerëzve, për ju thot o ju njerëz, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, na juve ju kina kriju prej një mashkullit edhe prej një femnës. Krejt njerëzit në dunjë çka janë prej kujna, prej Ademit alayhi salam, edhe prej Havës alayhi salam. Nëse I vet krishter, nëse I vet qifut, po nëse I vet ata të cilët kanë pas din përpara, këtë kanë me dëshmu se prej ardhin e kina prej kujna, prej Ademit alayhi salam. Pastaj po thot Allahu Dhul Gjelal wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila, e ne ju bom ju në popuj, edhe ju bom ju në fise. Për çka? Jo për me luftu me zveti, po për mu dasht me zveti dhe për mu njoft me zveti, li ta'arafu, për mu njoft njëri me tjetrin. E pas e po thot inna akramakum, ma I miri pi juve kush është? Atqakum, çaj I cili Allahu Dhul Gjelal I ka frikë mas shumti. Shkenca e tefsirit, e cila është një shkencë e madhe shumë, çka janë mundu mi spjegu fjalët e Allahu Dhul Gjelal kur vinë te kjo ajet, thonë shumë interesant. Allahu Dhul Gjelal qysh pe nis këtë ajet edhe qysh pe bitis këtë ajet. Po e nis këtë ajet duke të ketë tregu se njerëzia hec përpara kur martohen, edhe kur kanë marrëdhënie të bukura njëri me tjetrin, edhe kur njihen ata,
ndërsa njerëzia ngec edhe nuk hec përpara, kur njëri tjetrin nuk e njohin, kur ligjet e martesës i lojnë mas shpinës, edhe kur nuk dojnë mi u frigu Allahu Dhul Gjelal. Për atë arsye, për më konë një qah i sukses shumë, duhet më nis mas për i herë pini mashkullit edhe pini femnës. Ama qaj mashkull dhe qaj femën duhet me pas një parim. Qka është ai parimi? Parimi i devotshmërisë ndaj Allahu Dhul Gjelal. Një burr i cili i ka frikë Allahu Dhul Gjelal, din me majt një gruje, edhe një gruje e cila i ka frikë Allahu Dhul Gjelal, din me majt burrin e vet. Ashtu që ki parim i madh duhet me u respektu, edhe respektohet të gjithë popujt, edhe duke u respektu ki parim, hez dunjoja për para. Frek një dit, po takohem me një kamerman, i cili nuk ashtë për muslimanve, po ashtë për krishterve. Djali mirë, tek tërtin pikën e fundit, i sinqert, punëtor, i ka bo 45 vjet, edhe për veti, për tha, bo lupqeve, pse bes po martohesh, 45 vjet i ke bo. Hoxhbe tha, po të kalzoj një sen, po s'po di që ishme të spjegu. Urna, thash fol, po tha, ka me qubet e shpia, me se cilën shkak po kam pun, po del e prisht, nuk po del taman. Ki muhabet i kujna, muhabet i qatina qka nuk kanë fejën ton. Ashtu që edhe aj qka është si krishter, ka qef të shpia me qu një të ndershme, nuk ka qef të shpia me qu një të pandershme. Ndërsa e ndershmja kush është? E ndershme është qajo që i ka frikë Allahut Dhul Gjelal. E si do këtë ki muhabet i këtina lupqës, ashtu ardhen edhe të hije edhe të muslimant. Shumë prej djemve tanë për i bojnë ka disa vjet edhe nuk për martohen, problemin më të madh kryesor ku e kanë, o hoxh, shka me qu të shpia. Për ata syje pra, kjo pyetje se shka me shku të shpia, mvarët pi neve babalarve edhe mvarët pi nanave, qka kina me eduku në për shtëpite tona, edhe qka kina me përcjell të halkit. Nëse i edukojna në islam, kina me i përcjell si muslimane, po nëse nuk i edukojna, kanë me namet në shpijen ton, edhe masanena kina me lipna dhe të hunit edhe tërkuzit, por ka mu bo vonë. Për atë arsye ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka thonë, qatina qka Allahu Dhul Gjelal jep 3 vajza, edhe ato 3 vajza i edukon në islam, edhe i përcjell të burri si muslimane, për qëtë njeri ka xhennet. E pastaj janë qu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ata të cilët i kanë pas ka 2 vajza e kanë thonë, oj dashmi Zotit, po na qka i kemi ka 2, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ju qka i keni ka 2 vajza, me konë si i edukoni në islam, edhe i përcjellni të burri si muslimane, për juve është bon xheneti. E kur e kanë pa shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi pushlon pej, atëherë i kanë thonë, oj dashmi Zotit, po na qka e kina ka një, ka thonë edhe ju qka e kini ka 1 vajzë, me konë se e edukoni në islam dhe e përcjellni të burri si muslimane, për juve është xheneti. O vlezën, ki hadithi madhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po fitoj ka xheneti me qka? Duke eduku 1 vajzë në shtëpijën tone, edhe duke e përcjell qatë vajzë si muslimane, që më konë një robnesh e një robit të Allahu Dhul Gjelal, e pjatinve të dive, me u formu një familje, edhe me shku e për para soj njerëzor. Soj njerëzor për thamë, jo vetëm soj i muslimanve. Për atë arsye është duke u shkatërru sot dunjoja e kufrit, edhe nuk është duke hecë për para, për atë arsye se e kanë hupën devotshmërinë, e kanë hupë frigën e Allahut Dhul Gjelal, e kur Allahut nuk i kanë frigë, atëherë nuk kanë frigë as njoni me tjetrin. Njëherë një plak i menqëm e tha një fjalë, o birjem, qaj shka Allahut nuk i tutët, nuk tutët as tije. Qaj shka Allahut nuk i ka frigë, ti hiqe ma hiq nuk ka frigë. E kjo është një fjalë e madhe qka njeriu mundet me shfrytëzue në biznisin e vetë, në familjen e vetë, në jetën e vete, që me pas punë me ka, me ata të cilët Allahut i kanë frigë. E qaj qka Allahut i ka frigë, edhe ty ka me të pas frigë edhe ka me të nderu.
Për atë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur foli për çështjet familjare, edhe kur foli për kënaqësinë e kësaj dunjaje, çka tha? Dunjaja është një kënaqësi. Dunjaja është një kënaqësi, por kënaqësia më e madhe është me pas nga të vetit një gruaje të ndershme. Dunjaja është një kënaqësi, ndërsa kënaqësia më e madhe qenka nga të vetit me pas një gruaje të ndershme. Për atë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i edukoi shokët e vet ju tha: tunkahul mar'atu li arba'a, gruaja martohet për 4 sebepe. Sebepin e parë për të cilin njerëzit sot ngarejnë çka është li jamaliha, për shkak të bukurisë së saj. Edhe kemi ardhur në atë deregje çka sot nuk po vesmi shumë e shumë, a është e heshme po, shkon e lip nëse e mirë koka. Po dikush nuk këshir bukurinë e sajna, po këshir çka? Nesebin apo prejardhin e sajna, prej cilit fis është, prej cilës kabila është, prej cilës mahall është. Se nëse e ka fisin apo kabilin e fort, atëherë dhune bona i fort. Po dikush tjetër çka, i cili është materialist, po e këshir a ka pasuni, a ka vizë, edhe po martohet për shkak të pasunisë apo vizës. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, këshirën a ka din, se çaj çka e zgjedh gruajen e cila ka din, çaj e ka lumturinë. Ama çaj gruaja e cila zgjedhet për bukuri, bukuria me fëmijën e parë kalon. Çaj gruaja e cila zgjedhet për shkak pozitës apo fisit, ai fisi vet sot mund të bukon, nesër nuk është. Çaj gruaja e cila ka pasuni, sot e ka pasuni, nesër nuk e ka. Por me të hije dhe hajnat e dunjajs në shtëpi, nuk mujnë me ta morën nderin. Me të hije dhe hajnat e dunjajs në shtëpi, nuk mujnë me ta morën moralin. Me të hije dhe hajnat e dunjajs në shtëpi, nuk mundën me ta morën tije atë bukurinë e imanit edhe dinit edhe besimit çka e kina Allahu dhul xhelal. Për çka? Se imani o vëllezër është në zemër, sjellja është në vetveten tone, veç me dvedha dhe ti komplet. Ama ti nëse nuk dvedh, do thot që kjo cilësi gjithmonë mbetet me tyje. E për atë arsye se kjo cilësi mbetet me tyje, që tu pra është ajo lumturia e kësaj dunjës, çka sot është duke na mungu. Për atë arsye se nuk jemi duke i eduku tamam vajzat e tona, bijat e tona, e pastaj kur piqojna në për shtëpitë e huaja, po sillen sukur kapadai apo sukur mret, e kur kush nuk ka qef me pas bret për mikryen e vete. Po vlezën, ki problemi madh shumë. Çka është në përshoqninë tonë? Është duke u zhvilluar me të madhe, duke marrë jernek prej jo besimtarëve. Edhe çat jernek duke e marrë prej jo besimtarëve, duke i fut në për shtëpitë tona, nuk ka shtëpi të muslimanit çka dikush nuk e ka shlu gruin apo dikujna nuk e kanë shlue motrën apo çikën. Për shkak kjo punë? Për atë arsye se jemi duke marrë jerneka të huaj, jemi duke u eduku me seriale të huaja, jemi duke marrë tërbije të huaja, e kur mormi tërbije të huaja dhe kur mormi edukata të huaja, ato nuk na bojnë mirë edhe nuk na sjellin mirë në shoqërinë tonë. Na jemi një popull që kemi një dinë të madh, edhe një traditë të madhe. E qatë dinë dhe qatë traditë të cilë e kanë pas babalarët e tonë, na duhet me vazhdu. Çka ju ka mungu babalarëve tonë, të cilët janë martue me mësit, të cilët janë martue me Allah në emrile, pejgamber kaulile. Çka ju ka mungu babalarëve tonë, çka i kanë ngu pleqët e vetë, nuk ju ka mungu kur gjonë për vetë se janë kanë shembëltyr në sjelljen e tinve me gratë e tinve edhe në niqahat e tinve. Po që atëhere kur kanë hi modat e mdhaja, që atëhere kur grave ju kemi dhonë për parësi me shku me izgjedhen nuset, edhe me izgjedh krijesat të cilat Allahu dhul xhelali ka kriju, na ka ardhur kjo fitne, edhe nuk ka fitne ma të madhe se sa njeriu mos mukon rahat me gruin e vete të shtëpia e vete. Për atë arsye ilaçi më i madh, ku është ilaçi më i madh, është me u kthi në sunetin, në traditën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. A kjo traditë dhe kjo sunet është shumë i lehtë. Shumë i lehtë është çaj i cili don me u frigu Allahu dhul xhelal, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, një gruaje e cila e ka zonë besë Allahu dhul xhelal, edhe një gruaje e cila i ban itat burrit të vet, edhe një gruaje
e cila e ruan nderin e vet për këtë gruje ka xhenet. Shiro vëllezër, 3 kushte. Ma let më nuk ka. Allahin me njoft. Allahin me njoft. Kushti i parë, se qaj shka e njohë Allahin i njef tjerat. Masënej kushti i dytë qka? I tatë mi ba burrit vet. Shumë i let, i tatë kujna burrit vet. Edhe kushti i tretë, me rujtën nderin e vet. E kur shkojnë në për shtëpit e muslimanve, i shofëmi se që to 3 kushte mungojnë. Nuk e ruan nderin, nuk i ban i tatë burrit, nuk e njef Allahin. E kur nuk i ka këtë 3 kushte, atëherë mo shka po lip ma shumë. Normal që kanë munda, normal që s'kanë me vazhdu për para, normal që nuk ka bereqet. E nëse një muslimani nuk mune që të 3 kushte me i pas, atëherë po shka me lip ma shumë prej sajna. Dësa pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem po thot, të gjithë ju e keni xhenetin nën hizmetin e nanave të juaja, apo nën kamt e nanave të juaja, ndërsa gratë e kanë xhenetin nën kamt e burrave të vet, duke ju bë hizmet burrave të vet. Për ata syje pra, në shumicën e rasteve, kur po shkojnë në përshtëpit muslimanve, po shofmi se gratë nuk po i respektojnë burrat e vet, edhe të mos respektimi i burrave, atëherë po vjen të rete përqamja. Për shka kjo punë, për ata syje se kur i kemi përcjell në përshtëpit të huaja, nuk i kemi eduku, edhe nuk i kemi mësu se qish më usjell me burrat e vet. Shiqoni o vlezën se shka po thot një gruje e shkretinës, në shkretin, pa shkollë, pa fakultet, pa din, pa ardhmëri të madhe, ama kur pe ban hazër me përcjell qikën e vet, te burri vet, po ja thot disa lafe, të cilat lafe i ka shkrujt historia, edhe të cilat lafe nuk bujnë mu te i kalu. Po i thot, oj bija eme, kur shkojsh të burri jotë, banu për ta tokë, e aj për ti ka më bo qiell. Banu për ta tokë, e aj për ti ka më bo qiell. Qka dhe me thonë ki laf? Toka ka shumë manat madhe, o vlezën. Kur dun me mjell bereqetin, ku e mjell? Te toka. Por anësia ku bjen? Bjen te toka. Kur dush dishka me ndërtu, ku ndërton? Në tokë ndërton. Kur dush dishka me mshef, ku e mshef? Në tokë e mshef. Dhe thot, kejt gjanat silën të bereqeti i tokës. Gruja dhe thot, duhet më konë si toka, e thot, burri pastaj për ty bëhët si e qielli. Thot, bahu për ta djep, e aj për ti masën e ka më bëhë shpin. Nëse një gruje bëhët së kura i djepi, në të cilin dhe thot, vëndohet fëmija dhe për kunët në ta, aj qka bëhët? Bëhët shpin edhe të kujdeset për ty. Thot, banu për burrin ta një robnesh. E nëse ti bësh për burrin tanë një robnesh, ajo për ty e ka më bo rob. Se që ajo gruje cili din mu sjell mirë me burrin e vet, edhe burri vet pa tjetër ka mu sjell me ta. Pastaj qka për thot? Mos e të për para burrit tanë me ankesa. Mos kaj sa herë, jo se kina qëtan, jo se bojna qëtan, jo se marun qëtan, jo shkum qatje, jo. E thot, nëse nuk e të ti me ankesa, a i din ty me të nderu. Mos i refuzo, thot, urnat e tina, se burri ka urnat e burrit, thot, mos i refuzo. E nëse nuk i refuzon urnat e tina, a i thot, ty e të nderon. Nëse e respekton ata, a i thot, ty e të don. Nëse ti e shoqëron ata, a i për ty gjdo gjohën sakrifikon. Shiqoni një gruje e menqme, e shkretinës, po e përcjell qikën e vet të burri, edhe po i kallzon disa rregullat të arta se qish mu sjell me burrin e vet. Edhe një gruje e cila do thot sjellet me burrin e vet në këtë mënyrë nuk mundet me pas asnjëherë probleme. Por na zakonisht për fat keq gratë tona do thot janë bë komandant në për shtëpitë tona, po mundohen edhe qikat kur t'i çojnë, njëherë mi bë komandant atje. Pin ditën e parë, jo mas 10 vjetëve, mas 15 vjetëve, mas 20 vjetëve. Se mas 20 vjetëve të hauki po. Po njëherë ditën e parë me bë komandant. Për ata arsye shpesh herë tregohet shembulli i një pelivanit, një burri të madh, i cili e kishte pas një vajzë dhe e përcjell në derën e huaj. Edhe kur e përcjell në derën e huaj,
Ajo si qike pelivanit nuk pëdon me ngue burrin e vet. Edhe mundohet burri, sikurse cili burr shka mundohet me drejtu edhe me rregullu gruajin e vete, por ajo gjithmonë kur po mundohet me drejtu, pi thot, a e din ti ka e kam babune. Me bo me zonë baba em perishan të ban. Edhe çdo gjë ka kufi. Edhe friga ka kufi. Tutët njeri edhe një dit i ka përcen tuta. Edhe maca si macë shka tutët, kur bështetet për ziti, atëherë të kthehet kaftyra. E atëherë shka u bon? Ki dhëndër i tha një dit babgjishit vetë. O babgjishbe, për në me je i fort edhe je pelivan edhe krejt, ama ta di son e punën e kam qështu, me qikën tone se sun peqes në qosë. Tha, let me dhëndër kjo punë, qka? Tha, kur të vijun e të shpia e jote, në prezencën teme, tha, ti ki mu quë edhe kimi a gjeg një shpull bjes teme. Po tha, qysh? Unë e tha, qështu për thamë, ti nëse qështu nuk e banë, atëre për një me ki punë me mu. Edhe me të vërtet, kur erdë babgjishi, erdë kjo bia, edhe si zakonisht ki u quë edhe a gjeg një shpull, tha, bab, tha, falë bia eme, këtu tha, kia pelivan, edhe kia mret, edhe kia është i zoti, a unë jam pelivan të shpja eme. E që ta na du të mja mësu, grave tona, bijave tona, qikave tona, se burri është mret të shtëpia e vete, e aje du të më konë mretnesha. Burri është aje cili du të me dhonë komanda, ndërsa tjerat me i qu pas taj grate tona. Ndërsa ne e kemi bon një tradit të keqe, duke i pa bashkë qytetarët e tonë, duke hina për puna dhe grate tona na kanë hina për puna, e kur po hina për puna, qka? Po sjellën pastaj jo si muslimane. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka po thot? Se cili është bari i kopejes vet, ndërsa gruaja do të mëkonën bari e përgjes i pasunisë burrit. Gruaja nuk ka drejt me harxhu pasuninë e vete pa izën e burrit vet. Edhe pasuninë e vete pa izën e burrit vet nuk ka drejt me harxhu. Ndërsa gratë tona si të hinë punë, ta merr rrugën e parë, thot unë e kam rrugën teme, e kam jetën teme dhe për ti më nuk më intereson. Edhe që to po lindin masanej shumë probleme tjera për shka se nuk përrespektohen urnat edhe regullat të cilat Allahu Dhul Gjelal ne ka mësu. O vëllezër, këto janë shumë probleme të mëdha, të cilat nuk mujna me i kry me një hudbe, por duke pas parasysh vaktin e juaj, se cili ka punë të veta, obligimet e veta, po i ndërprejna këto këshilla me qëkaq, lusë Allahu Dhul Gjelal, me na i regullu edhe me na i përmisu gjendjet e tona familjare. Me na bon për atin dhe shka i kemi frikë Allahu Dhul Gjelal, si burat edhe gratë, se kur ti kemi frikë, Allahu Dhul Gjelal, Allahu ka me shtin dashnin mesin tonë. Lusë Allahu Dhul Gjelal që Allahu me fut dashnin mesin e qiftat dhe bashkëshortor, me na bon për atin dhe shka përmendemi për të mirë, sikur shka përmend Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem me gratë e veta, e jo me na bon për atin dhe qka nuk kanë rahati dhe nuk kanë harmoni. E kulu kauli hadha, wa stakfirullahi li wa lakum, wa akhiru dawana, anilhamdulillahi rabbil alamin.